Cili ka qenë qëllimi që duhej shqiptarët të kenë një institucion që do të jetë institut për trashëgimi shpirtërore dhe kulturore. Njëherë nevoja ka qenë për shkak se shqiptarët nuk kishin institucione të veta ku do të gjenin mundësinë dhe platformën për të marrë me hulumtime shkencore të atyre fushave. Pra ne kishim shkencëtar dhe ato shkencëtar punonin në mënyra individuale. Ana tjetër ishte që shqiptarët kishin nevojë që gjitha këto hulumtime të cilat parasheh në organogramën dhe në sektoret e shumt të atij instituti që të hulumtohen, të lihet një trashëgimi kulturore të ardhmen për brezat që vinë. Domethënë për shkak se ne jemi dëshmitar që shumë çka, domethënë në këto vite kur kemi patur këtë errësirën totale, mungesën totale të institucioneve, shumë çka është zhdukur dhe fatkeqësisht diçka edhe në mënyrë të pakthyeshme. Pra shumë trashëgimi kulturore e shqiptarëve të cilët jetojnë këtu në Republikën Maqedonisë Veriut është zhdukur, është tjetërsuar apo mund edhe të jetë vetësuar nga dikush tjetër. Dhe ky ka qenë qëllimi, domethënë qëllimi ka qenë që njëherë shkencëtarëve të gjendet një hapësirë, platformë institucionale, tjetra që të ruhet, mbrohet, të kultivohet trashëgimia dhe sigurisht që pastaj edhe të kultivohen edhe shkencëtarë të tjerë, domethënë hulumtues të sferave. Për mendimin tim, domethënë kjo ka qenë hapi i parë, embrioni për të krijuar një lloj akademie e arteve dhe e shkencave në të ardhmen.